2005-2013. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u bëri apel të rinjve t'i bashkohen opozitës nesër në orën 19 në protestën kundër mbylljes së platformës së komunikimit TikTok. Gjatë një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se mbyllja e TikTokut është akt censure e gjithë duhet reagojnë kundër qeverisë Rama. Lideri i opozitës sqaroi ndërkaq edhe skenarin e protestës ku sipas tij fjalën nesër do ta kenë të rinjt. Nuk jam unë maestro i TikTokut, janë të rinjt. Ata janë frymëzimi, unë aty do të jem t'i mbështes. Po fjalën ata do flasin, se ata janë anticensur. Protesta është tek kryeministria, tek paramartesët Tiranit, të Habitullahut të Tiranës. Gjatë konferencës me gazetarët, Berisha komentoi edhe inaugurimin e tunelit Murisit nga kryeministri Edi Rama, duke theksuar se u deshën 450 milionë euro e 16 vite që rruga e Arbërit të përfundojë. 32 kilometra të kësaj rruge u inauguruan para vitit 2013. 27 kilometra rrugë. Kanë shkuar deri tani 450 milion euro. Do me thënë, 3 herë mbi parashikimin. 1 kilometër i saj ka kushtuar 1,2 herë më shtrejt se sa 1 kilometër i rrugës kombit. Tuneli Murrizit është inauguruar gjerësot sipas Edi Ramës dhe Lubi Ballukut nga 2022 3 herë. Është shpallur që do të inaugurohet këtë datë dhe s'është inauguruar ndonjëherë. Gjatë paraditës Berisha ishte në qytetin Elbasanit për festën e ditës verës. Kreu i PD-s Berisha zhvilloi një takim me ekipin e kandidatëve për deputet, të cilëve u bëri apel të afrojnë çdo qytetar që është kundër qeverisë Rama, pasi sipas tij çdo faktor i opozitës duhet bashkohet në 11 maj. Por gjatë vizitës së Sali Berishës në Elbasan, ra në sy mungesa e 3 deputetëve aktual të këtij qarku, të cilët nuk janë përfshirë në listat e kandidatëve në 11 maj.